Në këtë pjesë të dytë më të në informacion, do të trajtojmë një temë mjaft interesante. Do të flasim për martesat përmes mbledhësirive. Ekzistojnë sot në kohrat moderne martesat që njihen me mbledhëri ose me shkuesi, si funksionojnë, sa kërkesa ka dhe sa e pranon, po themi, mentaliteti i të rinjve për të lidhur një martesë në këtë lloj forme. Me mua në studio përmes internetit bashkohet Ken Kika, agjenci martesash, dhe po nga një agjenci tjetër martesash, Muhamet Bishga. Faleminderit që jeni me ne. Faleminderit për ftesën. Si lindi ideja për të krijuar një agjenci martesore dhe prej sa vitesh operoni? Filloj me Kenin. Faleminderit. Po ja nis para 10 vjetëve shoqëni, rrethin familjar, kushërim, doj, ja që ja dhe mirë, po që një vjetë e më për zyrtarisht kompani që quhet Ken Kika për shtasi qifteve. Unë ka frymëzuar shumë seriale në Netflix, për shembull për shtatë çifte anglez, për shtatë çifte indian, për shtatë çifteve të Izraelit, e kështu i kopju ata dhe më ka duke shumë interesante. Funksionuar kjo ide? Po, sa shumë e kompaniu për para, një për vitin e punit e kumë hapë kompani zyrtarisht edhe puna po shkon mirë dhe i qëtu. Muhamet, më trego pak si ka lindur ideja për një agjenci martesore? Nga e ke marrë spunë tonë? Po, sa shumë për para, ideja ka lindë që unë përrejsha i rëtësha të familjes shoqënin, edhe thash pse mos ta zyrtarizoj edhe pse mos ta bëj martesën e qartë. Ja, dua të marrë dhe pak idenë e Muhametit tani, sepse e kemi dhe Muhametin në lidhje. Shumë mirë. Okej, atëherë, ideja e agjencisë martesore online ka lindur për shkak të platformës panelit online që ndërtoi. Është një platformë që ka 6 vite online dhe para 5 viteve, po themi, më lindi ideja për agjenci martesore, sepse po shikoja që njerëzit kishin interes për këtë lloj shërbimi, mund ta quaj. Dhe për shkak se edhe vetë kam kaluar të themi një problem të tillë në jetën time, atëherë thash se jo. E kështu lindi agjencia martesore online. Cilat kanë qenë kontaktet e para? Si i vendos Muhamet, po themi, në kontakt një vajzë edhe një djalë të cilët janë në kërkim të një bashkëshorti ose bashkëshorteje? Agjencia që unë kam është platformë, nuk është ndërmjetësim si të bën Shqipëria. Unë e kam çik më avancuar, themi, ku njerëzit lidhen drejt për drejt me njëri tjetrin. Ajo çfarë ne bëjmë te platforma, bëjmë vetëm një njoftim profesional. Pra ne ofrojmë personit një intervistë, që kjo intervista mund të zgjat rreth 30 minuta, shtjellohet po themi kërkesa që ka personi, çfarë kërkon dhe çfarë ofron, që është në esencë. Dhe bëhet një prezantim profesional i këtij personit nëpërmjet platformës. Dhe bëhen njoftime, hapet një profil tek platforma, vendoset numri i kontaktit të personit dhe nga ai moment kush ka interes kontakton drejt për drejt me personin, jo me agjencinë. Dhe çfarë, nëse mund ta them në thonjza, cili është fitimi juaj në këtë mes? Përveç faktit që ndihmua dy njerëz të bashkohen. Sepse çdo person që antarësohet tek platforma dhe ka një profil, ai paguan një abonim vjetor. Okej. Po themi që varion nga 180 euro në vit deri në 360 euro. Diferenca është disa që duan që e bëjnë pa foto e paguajnë më shtrenjtë. Ata me foto e paguajnë më lirë. Pra ata që janë anonim, po themi në thonjza, duhet paguajnë më shumë para? Sigurisht, sepse ne nuk duam persona anonim në platformë. Ne duam persona në figurë. Po, juve Ken, si lidhen njerëzit nëpërmjet agjencisë suaj? Vinë tek ju fizikisht, ju kontaktojnë, më trego pak më konkretisht çiftet e para, po themi. Po, unë e kam klasifikuar në 3 kategori sipas moshës. I kam kategorinë e parë, 18 deri në 35,
kategorinë e dytë prej 35 deri në 50 dhe treta prej 50 deri në 70. Dhe me takuam në një lokal, për shembull vetë vajza edhe vetë çuna, edhe ato prej aturit, ato në takim se cili folë me se cilin, i ndrojnë mendimet e veta, edhe prej aturit shkojmë me takimin në damas, 2 nga 2, edhe dalë zakonisht takimin e paru në dalë me të dytë në takim, veç 5 minuta dhe në skajona një qoshe të lokale. Edhe bas asaj më të regojnë për rezultatin, jenë interesu më vazhdu ose ja. Unë nuk kam abonim në muj, por çdo takim i kam ka 100 euro takimin për një qift. Takimi mundet më zgjatë për 5 minuta dhe 1 orë, 2, sot kanë qef ata. Mirë po, unë ju thëmë gjithmonë, edhe kur s'ka sukses, këtë përsëri, si të përqendi kur tjetër përsëri dalë në takim, kështu që me mu keni më dalë në takim deri sa të gjënë partnerin ose partnerin. Po mirë, këto takime që ju realizoni, me Kenin e kam duke qenë se është edhe pak më e prekshme, gjithmonë përfundoj në martes? Unë e kam që një vjetë të hapën, ende s'kam rritit një dori martes, mirë po dhe i shtash ku më bashku rrët 140 qifte në Londër. Fresh mërënda vidi, kështu që fresh shpejtit që do t'jene dhe të me korozim të një martese. Muhamet, në rastin tuaj si funksionon? Përfundoj në martes të gjithë personat që njën, apo nuk kemi informacion, po themi pasi dalin nga platforma juaj? Unë nuk merre me pjesën a lidhen a shiden, apo çfarë rezultati kam patur, sepse unë kam primare panairin online, nuk kam agjensinë martesore. Agjensinë martesore është një nga shumë bizneset që unë kam në administrim. Panairi online, çfarë nën kupton me këtë? Panairi online është platformë për bizneset, është platformë ndërkombëtare. Aktualisht jemi në 9 shtete të botës, sot ndodhem në Kroaci, sepse ne kemi hapur Kroacinë. Dhe puna ime është, po themi, të merrem me Panairin online. Agjencia marketore është diçka që më pëlqen të zhvillohet, ndoshta zotëria që është aty mund të kemi një bisedë të ja kaloj në administrim, se për mua nuk është primare kjo gjë. Interesante. Ken, sa kërkesa merr mesatarisht gjatë një muaji? Dhe janë më shumë vajzat apo djemtë ata që kërkojnë të gjejnë një bashkëshorte përmes agjensisë së martesave? Fatkeqësisht që bashkë mirë moshkuj, 70% moshkuj i kam në agjencion, vetëm 30% femra deri tash. Pra janë meshkujt ata që kërkojnë më shumë. Po mosha që varion? Po mosha zakonisht prej 25 deri në 35. 25 deri në 35 vjeç drejtohen tek ju për të gjetur një bashkëshorte. Po vajzat? Çfarë moshe kanë? Edhe vajzat edhe moshkujt një që është 25 deri në 35. Ndërkohë, po shqiptarët që jetojnë jashtë vendit, a ju kontaktojnë? E kam një pyetje për të dy ju. Ose a janë pjesë e platformës? Po. Kërkom për anglisht vetëm shqiptarë, i kom të regjistruar deri tash. Më fal edhe një herë, vetëm shqiptarët? Po, unë vetëm për shqiptarët. Në platformën tënde, Muhamet, cila është komësia që po themi mbizotron më shumë? Edhe unë komësia është shqiptare, po thuajse 90%, pjesa tjetër është pak italian, pak pjesa e Serbisë. Kryesisht janë Kosovës dhe të Shqipërisë, po edhe nga Maqedonia, dhe mosha unë kam nga 30 deri në 70 vjeç. Se ka dhe 70 vjeçar? Më kam ndodhur një 2-3 raste dhe më kam thënë vlla, pa i ka nevojë për datën, ka nevojë për nuse, se 70 vjeç për ta. Ken, si ka mundësi që zgjidhen agjensitë e martesave për të krijuar një familje, po themi, se kur një çift martohen, sigurisht që
synimi kryesor është krijimi i familjes. Në kohët e sotme kur ekzistojnë, po themi, aplikacione të ndryshme, kur një prej tyre Muhameti për shembull, ose kur ekzistojnë rrjetet sociale, pse njerëzit duhet të vazhdojnë të zgjedhin ta gjejnë burrin ose gruan përmes një agenti martesash? Dhe duke paguar. Kompania jeme përshtatësi qifte është një alternativ i agjencioneve online, është një mundësi tjetër shumë gjithmonë që ju provoni të gjitha me agjencionet online, me antarë familjes, propozime, shoqënia, këtë provoni, por edhe në do të jetë një alternativ, është një mundësi e madhe që marrëm një kontakt me partnerën edhe me vazhdu për atuj. Një mundësitja, më mendoj që agjencioni jam, ju i ka do beneficione që tjerët nuk i afrojnë. Si ndodh përshtatja e qifteve? E ke më të prekshme. Pra si përshtatëti kërkesat e një individi me kërkesat e një individi tjetër që kjo përshtatje pastaj të rezultojë edhe me sukses, po themi? Po, mes mosha, e dyta dukja, e treta personaliteti, vleto gjëra tinta, tu folën me ta se para se me dojnë në takim, unë i kaloj disa herë me ta ka 2-3 orë, edhe më ndona me një soma mirë karakterin e ti, personalitetin, hobin, flejt tjera, sene që më ndihmojnë shumë me i përshtatë një qift. Muhamet, në momentin që dikush hedh të dhënat në platformë, përgjithsisht përshkrimi i personaliteteve të individëve, ku rreh? Do të thënë shkollimi apo interesat ose nëse ata kanë pika që i vendosin si prioritare që i kërkojnë nga partnerja e tyre e ardhshme. Zakonisht, do të thënë, kësa intervjist janë këto informacionet bazike, tipit ka është ku jeton, sa vjet, sa pesh, sa moshe. Si ofrohet garancia për shembull të atij individi tjetër që sheh nga krau tjetër i ekranit që gjithçka që thuhet është e vërtetë? Se njeriu është natyrë mosbesuese në vetvete. Ai ka mund, nëse nuk janë të vërteta, ai do ta ketë problemin pasi të njihet. Okej. Me person që ai nuk pretendon, sidomos me këta që unë takoj fizikisht, unë i shikoj se më vinë të zyra. Edhe ata online, besoj se unë a them tek intervista që duhet të jeni transparent, sepse mund të më duhet mua, po nuk gënjen dhe kur ta shikosh të bashkë personin me gjithë investimi që ke bërë dhe të dëmë. Po doja të ndale që pak të kajo pak edhe të pyetja juaj që edhe unë kam tentuar një 2 herë të bëja ndërmjetësime. Të bësh ti ndërmjetësime për të tjerët, po thua? Po pra, kam patur një vajzë nga Vlora dhe një djalë nga Tirana. Ky ka qenë ndërmjetësimi i parë që kam bërë, po që pas atij mora vendimin që unë nuk të bëja më ndërmjetësime. Pse? Edhe një eksperiencë tjetër, pastaj do të rregata se është interesante edhe kjo. Edhe i takova, okej, bën një pagesë, hëngrëm një darkë të mirë tek plaza, të tre, edhe muhabet, gjëra normal. Në bisedën që bën në tavolinë, domethënë ishin shumë, po themi, shkonin shumë me njëri tjetrin, realisht shkonin shumë me njëri tjetrin, ky të shkolluar, njëra ajo farmaciste, ky jurist, me shtëpi të vetat secili, ky ishte djali vetëm, dhe ishte me të vërtet një çift ideal, që ishte për mashallah për këto. Asi mbaroi ajo, kini u larguan, të dytë kënaqur, ndërruan numrat e telefonit, mos e ndërruan shumë që i prezantova, pas nga një javë më merr të vajzë. Faleminderit, tha, po nuk më beti, tha, e çuni, tha, nuk është për mua. Po pse më i tha fundit? Po ai tha, nuk kam muskuj, tha, unë dua më muskuj. Edhe këtu do më thënë, u shokova fare. Po rasti i dytë?
Çoje në palestër, I thash edhe... Edhe zgjidhet, po. Kurse tjetra ishte një zonjë nga Shkodra, 62 vjeçë. 62? 62, po. Okej. Edhe vajta e takova. Edhe punte një në Shkodër edhe me që isha aty hetesh për takoj dhe këtë zonjë. Edhe pas i takova, thash, po ha më thuaj pak kërkesat e tua një tjetër. Shif tha, e shikon tha, unë jam shumë e mbajtur. Unë tha, këtë jetë të mirë, të luksje, bla bla bla. Unë tha, dua tha 55 vjeç burrin, të tua më kësu tha. I thash 55 vjeç, pa me në të më të martë, 62, qa lidhje ka mosha, tha unë, si janë, si vajzë e re. Po mirë, ndihej mirë. Si 65, jo si 62. Argëton, po në mendjen e saj që në rregull. Në ai moment thash, unë që të bëjmë ndërmjetësime, dargës dot. Nuk bëjmë, Ken. Po ti e kuptoj. Ken, po ti ke ndonjë histori, po them me kërkesa të veçanta të partnerëve kundrejt njëri tjetrit? Si thash, s'kom përmend diçka konkrete. Për ditë, zakonshme kanë qenë, s'ka posë diçka... Ke patur ndonjë kërkesë të veçantë nga ndonjë vajzë ose ndonjë djalë në lidhje me partnerin që do donte? Me thënë, ku kanë qenë kërkesat më kryesore, nëse e donin të arsimuar, nëse e donin, po themi, të arrir nga ana ekonomike, a mund të ketë patur raste kur të tilla martesa ose njohjet janë shfrytzuar për vetëm për çështje dokumentacioni për të përfituar në këtë drejtim? Në këtë kuptim e kam. Po, s'kom po që shtu diçka në rast veçantë që të pyetjen tonë. E kuptoj. Sa interes ka patur në këto 5 vite Muhamet, ose sa është rritur interesi për të bërë pjesë e platformës nga njerëz të ndryshëm? Po thuaj se çdo ditë më shkruan dikush. Për shembull, aktualisht që ndodhem këtu, kam lënë 2 takime në datën 18 që do jem në Tiranë, vetëm për këtë punë. Dhe do vinë të bëjnë pagesën të bëjnë pjesë. Sepse në momentin që mua më marrin telefon, si këta që bëjnë pjesë po dhe si këta që pyesin, unë gjithmonë ju jap këshilla, sepse shumë klienta, po themi, më kanë dhënë këto informacione. Ekzistojnë në rrjetet sociale shumë faqe të dyshimta, të cilat pretendojnë se bëjnë ndërmjetësim, po vetëm ndërmjetësim nuk bëhet, ose pretendojnë se kanë lista ose kontakte të femrave. Po kryesisht janë meshkuj që kontaktojnë, shumë rrallë. E qartë. Dhe në momentin që këta më kontaktojnë, këtre porosi po të më qërëja, po a them dhe juve, edhe ndoshta edhe për dëgjuesit mund të keni interes këtë pjesë, është të gjitha ata që pretendojnë nëpërmjet rrjeteve sociale se kanë kontakte të femrave, kanë për mendimin tim 100% mashtrim. E kuptoj. Për një arsye të thjeshtë, dhe mund ta vërtetojnë fare kollaj këtu. Skema është e tillë. E kam thënë edhe në një emision tjetër në këtë të shkurtër, që personat që pretendojnë se kanë të agjensi martësore, kanë disa vajza, po dhe mund të kenë 10% vajza, të cilat bashkëpunojnë me to dhe i përduan duke i dhënë numra të ndryshëm të personave që bëjnë pagesë. Dhe personi në fjalë bën pagesën, ai i jep disa kontakte, varet sa bie dakord për 5 a për 10 kontakte. Në fjalë kontakton me të gjitha, diskuton me të gjitha, ato bisedojnë me çdo person që në telefon, dhe në fund fare, një javë apo 10 ditësh, ajo që ndodh është më vjen keq, por nuk përputhen, apo nuk kemi gjë të përbashkët. E qartë. Dhe personi nga ana tjetër nuk ka atë, po themi, pretendimin, sepse thotë, ky do të bëri punën i zakon të pola të shtata. Kjo është dhe një nga që unë nuk kam ndaluar që të bëj
ndërmjetësimin, sepse kur kisha këtë rastin me këtë çiftin, që ishte të themi ideal po ideal, nuk ranë dakord, nga ai moment është stop. Kjo gjëja, nëse këta mund të lidhen po ka një ndërmjetësim. Kush ka interes, mund të kontaktoj. Të jetë një ndërmjetës në mes. E kuptoj. Profesionale është, dhe kjo është pak a shumë ide. Ken, po ti mendon njësoj si Muhameti në këtë drejtim? Shumë e vërtet që me këtë Muhameti, dhe mirë, shumë e vërtet. Mendoj njëjtë si Muhameti. E kuptoj. Mirë, faleminderit zoti Kika që ishe me ne, faleminderit Muhamet që ishe me ne dhe ndam një eksperiencë interesante. Respekte, jure gjithë të mirat. Faleminderit gjithashtu. Dëshiroj gjithë të mirat, faleminderit shumë. Ne do të shkëfutemi shumë shkurt për reklama, kthehemi pas pak përsëri.